një pasuri e konsiderueshme për hir të vërtetës, që u trashëgua nga sistemi më përparshëm, u privatizua sërish nga i njëjti nacionalitet. Dhe në gjithë të trashëgimi të madhe, që është një kapacitet i madh ekonomik, ju thoni që vetëm diku te 2% të tyre arritën të mbijetojnë këtij 35 vjeçari që dinamikat ishin nga më të ndryshmet, politike, ekonomike etj. Cilat janë shkaqet kryesore që si thua e kanë bërë që kjo trashëgimi ekonomike të mos mbijetonte? Unë do i them përsëri statistikat, pastaj ju ngjelet juve që ju ta komentoni kështu në brendinën e juaj, në vetveten tuaj, që ta determinoni atë se çfarë ka ndodhur. 1662 subjekte, në të cilat kanë qenë dikun të punësuar, nëse memoria nuk më zhgënjen, dikun 235.000 punonjës. Ato kompani janë privatizuar për një vlerë qesharake, dikun prej 4 miliard marka. Pra, mund të paramendoni, 1662 subjekte që kanë qenë funksionale, janë privatizuar për 4 miliard marka, që është vlerë shumë e ulët. Besoni që sot vetëm 5 kompani të cilat operojnë mund shiten me 10 miliarda. Më falu, privatizuan apo u falën? Po kjo ju ngjelet juve, unë nuk dua, për shkak se aty nuk e di se çfarë ka ndodhur, po ka ndodhur një privatizim, po pastaj edhe themi ndoshta e shitja aseteve të tyre, dhe sot nuk i kemi. E dini që kemi neve, vazhdojmë të kemi si shoqëri, si shtet, probleme të ngjashme me këta. Ne kemi subjekte të cilat janë kompani apo ndërmarrje publike. 10 kompanit më të mëdha publike apo ndërmarrjet publike më të mëdha gjenerojnë humbje në nivel jetor për diku 120 milionë euro mesatarisht. Por kjo vazhdon, problemi nuk është se është zhdukur. Po këtu është problem ndoshta politik, cilin duhet ta zgjidhim në periudhën që do të vijë. Por çka është interesante është fakti se këto 4 miliardë euro nuk kanë bën ndonjë efekt pozitiv. Pastaj ka pasur ndoshta edhe nga narrativat politike të kohës kanë bërë që të mbjellet një frikë ndaj biznesit shqiptar se këta do ta marrin kapitalin. Po këtë e kemi ndëgjuar edhe në periudhën e fundit. Po mos mendoni që nuk ka edhe zëra të tillë, që mendoj që janë të gabuar.